shqiptare nuk e keni virtytin e deputetëve të Bashkimit Demokratik për Integrim, që edhe të dinë të lavdrojnë aty ku duhet, aty ku është për të lavdruar, edhe të dinë të kritikojnë. Siç duket zonja virtyti në këtë parlament, edhe këtë radh, zonja virtyti përsëris që ta kuptoni, na dëshmon që ligjet që na vinë këtu në parlament, ata as pak nuk i lexojnë dhe nuk janë pjesë e përpilimit ligjeve si parti koalicioni në qeverisës. Pra ligjet ato i shohim vetëm këtu në parlament, mbasi më janë përgatitura, janë përfundimtare. Tani unë do isha vetëm një pjesë do ju kundërshtoja kur thotë që dakord që ajo mbron përfaqësimin e drejtë. Zonja virtyti e kisha fjalën. As pak nuk mbrohet tu përfaqësimi i drejtë, sepse përfaqësimin e drejtë ne e kemi me kushtetut, ku në kapitullin e 4, 4.1 dhe 4.2 thuhet që punësimi duhet të jetë në administrat, duhet i kushtohet rëndësi të madhe përfaqësimi i drejtë, dhe 4.2, pika 4.2 e amendamentit thotë që ligjet që kanë bëjnë me punësime do të përmbajnë masa me anë të cilave do të sigurohet përfaqësimi i drejtë i bashkësive në organet qendrore dhe lokale. Pra me këtë ligj dhe me sekretariatin e përmarrëveshjetorit, ne nuk kemi asnjë mekanizëm të fuqishëm për ta mbrojtur përfaqësimin e drejtë të shqiptarëve në këtë administrat. Aq më pak nga disa deputet të papërgatitur dhe me një virtyt që nuk ka kam lakmi kur. Ministria e Shoqërisë Informatike ka me dhjetra kompetenca më shumë se sa sekretariati i marrëveshjesorit. Po një gjë, me që s'kam kohë, një gjë dua ta theksoj këtu, që përveç mungesës të gjuhës shqipe, që zonja virtyti nuk e përmend, s'di pse, flet shqip nuk e përmend kur rëndësinë e gjuhës që ajo e flet, këtu është i rëndësishëm edhe rangimi i universiteteve se cilat diploma kanë përparësi. Nëse e shohim rangimin, atëherë do shohim që studentët që kanë kryer në UT nuk do kenë shans për të pranuar në administrat, sepse me rangimin nga Ministria e Arsimit, me rangimin vendor, ai universitet radhitet nga fundi.